Edi Rama non grata është standardi më i mirë në historinë e keqe të politikës 34 vjeçare. Pasi këtë gjell e kanë provuar edhe shumë të tjerë përpara tij, edhe efektet anësore kanë qenë të dukshme, sidomos 4 vitet e para të përdorimit. Anash zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku koha nuk pret për procedura dhe asnjë non grata nuk po e kursen veten të përplaset me Amerikën. Receta e testuar e menus politike është e gatshme. Kulinaria diplomatike ka çmim të lartë në fshatin ton, pra që të mos paguajmë sërish nga taksat tona ustallar makinacionesh ndërkombëtare të formave Charles McGonigal apo Alex Soros, që kanë hyrë në mitologjinë lokale si kamarier të non-gratave me ofertë. Pamfleti ofron një libret praktik me pak flet. Doracak e quajmë këtej edhe udhëzuesin për përdorim të lehtë të fast foodit të sanksioneve, që procesi të shpejtohet. Non-gratën për bablokun e kemi gati, Pio. Thjesht mund t'i merret copy-paste Sali Berishës apo çdo tjetër si ai, e t'i kalohet edhe reporterit të veprave të më të rrezikshmit mjeshtër të pavdekshëm të pushtetit, në prag të uzurpimit të mandatit të 4 të sundues, e gjithçka do të shkonte mirë. Në kohën e keqe ku ambasada amerikane në Tiranë ngjan jashtë loje, pasi burime anonime nga konsulent tan, llafosin se nuk ka magjin të kënaq fatin e ri të 2 demave që i tërbon ngjyra e kuqe e Amerikës. Edhe vetë Washingtoni do të kursente energji ta ndaj shapin nga sheqeri dhe Edi Rama të mos shitet si transamerikani e epokës së Sorosit. Si më thën edhe hajdut edhe i ndershëm, një llaf nga Amerika na duhet, ç'është ky i çmendur. Ndryshe kjo nyje gordiane, ky kompleks komplotesh e konspiracionesh do të bëjë vështirësisht i zgjidhshëm. Në zgrip të kohës ku kacavirren hajdutët, non grata për Edi Ramën, edhe si fotokopje, do ta shpëtonte Shqipërinë nga gremina, duke e bërë menun politike një doracak, më të përdorshëm në zgjedhjet e 11 majit. Si do të serviret sofra, fshatarët janë ndjenja Romën edhe non gratës së bablokut.